që e pranon që një palë në mbrojtje të korrupsionit dhe vjen në luftë ndaj korrupsionit, por po të ishim në Parajs, po s'jemi në Parajs, ka disa palë. Të paktën për transparencë me qytetarët, në kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje imuniteti, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënia autorizimi për një masë sigurie. Për të qenë të saktë, tani e bëre gafën mbaje, po dhe sqaroni të gjithë ata me të cilët flisni. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënia autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. E dyta, të gënjesh është edhe profesion sot dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kem atë vendimin tënd se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. Dhe sa i përket 8-0, po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të dyja palët, zoti kryetar, ka një zhurmues në sallë i cili duhet trajtuar sipas rregullores. Ka mundësi, ju lutem, zhurmuesi të bllokohet lëshimin e valve të pa kontrolluara? Faleminderit. Pra, ka 4 antarë të gjykatës kushtetuese që kanë thënë që ka ndërhyrje, por kjo ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të parlamentit duhet të adresohet nga gjykata kushtetuese. Janë dhe 4 të tjerë që thotë ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të presidentit dhe të parlamentit, por kjo duhet adresuar nga ligjvënësi kushtetues. Pra, të dyja palët 8-0 thonë që ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit, të presidentit, por nuk kanë rënë dakord sa i përket mënyrës se si zgjedhet. 4 thonë të zgjedh parlamenti dhe 4 thonë të zgjedhë vetë gjykata. Ne presim me kërshëri dhe unë kam bërë dhe tendën e kaluar kur ju ishit në udhtim, i kam bërë thirrje gjykatës kushtetuese që brenda afatit përcaktuar në ligjin e vet organik të na vërë në dispozicion, edhe pse nuk jemi në kushtet e një vendimi me jurisprudencë në kuptimin e mirëfillt, pra me një vendimarrje, jemi në një vendim pa vendim, ne do ta lexojmë me vëmendje se çka kanë gjetur antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe prandaj në vijim të komunikimit për këtë çështje, dua që t'ju informoj edhe ju, edhe pse jeni informuar publikisht, se ju keni një problem shumë madh. Ju merrni kompetenca që si keni. Ne vim me një propozim, del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellë është antikushtetues? Kush je ti? Ti shpreu me vot, zotri. Ti shpreu me vot. Sa për nismat tona, as të kemi marrë në herë dorë, as nuk të marrim në herë fare në refene, ne do të vazhdojmë nismën tonë
është një nismë e cila garanton parimin themelor të ndarjes së pushteteve në një republikë të jetë pastër parlamentare. Është e papranueshme përpjekja e një pushteti për të pezulluar një pushtet tjetër. Dhe ky është një prej elementeve thelbësor në ndarjen e pushteteve. Dhe ne kemi thënë shumë qartë që qoftë presidenti i Republikës, qoftë avokati i popullit, antarët e Këshillit të Ministrave, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit lart të shtetit nuk mund pezullohen. Ndërsa këtu duhet ta themi shumë qartë. Është kjo majorancë, është kjo parti politike e cila ka vazhduar dhe ka të njëjtin qëndrim për çështjet që lidhen me drejtsinë. Dhe për t'ju dhënë një shembull të diferencës shumë të madhe mes nesh edhe jush. Imagjinoni sikur ngjarja e ndodhur ndaj familjarëve të një deputetje të Partisë Demokratike t'i kishte ndodhur njërit prej antarëve të kësaj salle këtu. Imagjinoni, ju do të kishit ardhur këtu sot, do të kishit bllokuar foltore, do të bërtisnit në burg, arrestojeni, është grup i strukturuar kriminal, se vllai dhe motra, ç'pun ka motra, se ç'bën vllai në kuptimin e ligjit, dhe nuk keni për të dëgjuar as sot, as njëherë tjetër një deklarat nga ne këtu, se na doli narkosi i familjes tuaj, kështu i bie me gjuhën tuaj, me atë gjuhën e turpit, me atë gjuhën që s'ka lidhje me politikën. I shkreti ti, shtoj edhe një në tjetër, edhe qanat punë, shtoj edhe një në tjetër, po unë po flas për parimet dhe ti vazhdon me të njëjtën. Nuk do bëjmë në asnjë deklarat, zoti kryetari i grupit Partisë Demokratike, as për rastin fjalë, me që narkosin e paskesit brenda shtëpisë tuaj, por për të rikthyer tek tema. Tema është e qartë. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndërsa e drejta për hetim penal, për mas sigurie se na e bëre imunitet zotrote, është një drejtë e pakufizuar e pushtetit gjyqësor. E me që ma përmende një mik shumë të vyer të Shqipërisë, si David McAllister, unë mendoj që ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, kryetar ndër shumë vite i Komisionit Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. Thirrja ime përsëris sot është ndaj jush dhe ndaj atij që urdhëron dhe stërvit dhunën, përdorimi i fëmijëve 9-18 vjeç për të goditur me molotov punojësit e policisë shtetit, institucionet e Republikës Shqipërisë, është e papranueshme për një parti e cila është antare e partive popullore europiane. Dhe besoj që David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoj Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vet aleat e vet. Këta. Dhe sa për akuza korrupsioni duhet të jemi të qartë. Akuzë për korrupsion sot e keni aty në mes t'jush, kryetarin e partisë tuaj. Dhe e fundit se me që sapo je kthyer dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e mban mend ç'bërtisje këtu me 23 janar. Bordi Paqes, ta harrosh, Edi Rama nuk do të shkoj dot ku. Ti e ke thënë aty. Më herë për së verbalin. Edhe mbani telefonat ndezur, mbani
televizorët ndezur në orën 16:00, Kryeministri Rama dhe Presidenti Trump së bashku në mbledhjen e parë të Bordit Paqes, aty ku i takon Shqipërisë tjetë, o gas, atje. Ju s'ju erdhi as me Kalisteri dhe ke partia, mirë që mori Jorida Galerin e solli aty se do kishin ngel bosh.